Mirëmbroma, mirë se erdhe, kënaqësi që të kam sonte në Libero. Mirëmbroma, mirë se u gjeta. Kënaqësia është e imja. Unë ju prezantova në pikat shkurta. Ky rrëfim sigurisht do të ketë shumë gjërat veçanta të cilat ju do t'i rrëfeni për jetën tuaj, e cila është me shumë dinamika, po them kështu, në të përgjithshmen. Por edhe kthesa të ndryshme. Edhe kthesa, edhe ngritje, edhe zbritje, të gjitha i ka. Por ne e nisim emisionin me një letër reflektuese që ja ke shkruar ti vetës. Si njeri i letrave i ke shkruar ndonjëherë vetës letër? Jo, kjo është hera parë. Më keni detyruar ju dhe ju jam mirënjohës për këtë gjë. Më keni detyruar, tani këtë fjallën detyrim pak. Përmes në kuptimin, jo të... Si a dole? Pata ca dilema, sepse nuk është thjesht vetëm me i shkruar një letër vetës, megjithatë më në fund arrita ta përmbledh pak a shumë dhe uroj që kam qenë i suksesshëm. Kur shkruan një shkrimtar, ajo letër tashmë bëhet pjesë e krijimtarisë ti. Sigurisht. Sigurisht në një nga librat do ta bashkangjesësh që çfarë i shkrova vetës në këtë datë. Me shumë kënaqësi dhe kurreshtje duam të dëgjojmë se çfarë i ke thënë vetës sot. Letër vetës. I nderuar Zoti Bedri, mendoj se sfidat e robërisë dhe të okupimit klasik, si dhe ato të luftës, i ke përballuar dhe të i kaluar si që ka hije një njeriu të ndërgjegjshëm dhe të përgjegjshëm ndaj familjes, shoqërisë, kombit dhe atë dheut. Por në kohën e çlirimit dhe të lirisë kam vënë re se ju kam bërkthyer një lloj dëshpërimi që prek kufirin e dorëzimit. Me 27 gusht të vitit 2025, në profilin tuaj të Facebookut, ke shkruar një poezi me një varg të vetëm të thyrë. Më falë Kosovë, që nuk di si të të mbroj nga liria. Si që kam kuptuar unë, jeni shumë, jashtëzakonisht shumë i dëshpëruar me veten që në kohë lirie, Kosovës nuk mund t'i vini në ndihmë si që e keni ndihmuar në etapat e mëparshme. Nuk dua të të pyes se cilat janë arsyet e këtij dëshpërimi, sepse edhe nëse jo të gjitha, shumicën prej tyre mund t'i marr me mend. Por më lejo të t'jap një këshill dhe një urim, pa të cilët nuk mund ta përfundoj këtë letër. Ruaju të mos rezultojnë me pesimizëm të panjohura dhe të papriturat e lirisë, të cilat gjatë kohës së robërisë as që ke mundur t'i paramendosh. Për mua, do të mbetesh i vlerësuar nëse edhe në këtë kohë do t'ja dalësh të ruash të panjollosur kostumin moral e profesional që ja ke veshur vetës deri tani. Kështu mendoj se ju do t'jeni në shërbim të mbrojtjes jo të Kosovës, por të lirisë së saj, kundrejt babëzisë së kosovarëve që në një formë apo në një tjetër dhe varësisht nga pozicionet që janë barrikaduar, përpiqen me mishe me shpirt, jo ta pasurojnë këtë liri, por vetëm e vetëm që të zhvatin për interesat ngushta sa më shumë prej saj. Uroj të mbetesh i ktill. Me respekt, alter egoja jote. Okej. Do me thonë, disa fjali shumë të fuqishme i the në letër, ndër tjera i the vetës. Në kohën e çlirimit dhe të lirisë kam vënë re se ju kam bërthyer një lloj dëshpërimi që prek kufirin e dorëzimit. Dhe përmende një poezi ku ke shkruar më fal Kosovë që nuk di si të të mbroj nga liria. Si mbrohet vendi nga liria? Tani kjo pjesa e jo në kombit për fat tonin të ranë, dhe më thonë, pas qërimit të shtetit shqiptar dhe pas shpalljes së pavarësisë në 1912, si që dim të gjithë, kjo pjesë mbeti ju vazhdu robëria dhe për 100 vjet tjera. Dhe jemi popull që lirin e kemi aspiru, e kemi dasht, por kur se kemi gëzuar atë. Për herë të parë, kjo gjithnjë po flas për këtë pjesë, domethënë, për herë të parë, pas më shumë se 600 vjetësh, na u dha mundësia dhe
kur e arritëm lirin, pam se edhe liria, si kurse jeta që i ka sfida të ndryshme, e unë konsideroj që ne, këtë mendim e kam pas edhe më herët, unë kam llogarit që për luft nuk kemi qenë të përgatitur, dhe të them të drejtën tani, një qerek shekulli pas lirimit Kosovës, kam zjerë një përfundim se nga një herë, kur i shoh gjërat që nuk na kanë hije, të cilat nuk na bëjnë derë, si shoqëri, si tërsi, më shtin me shku të gjykimi se ne s'pas kemi qenë të përgatitur edhe për liri. Apo ndoshta për luftë më shumë të përgatitur se për liri. Sepse në liri filloi beteja apo lufta më e madhe. Vargut që ju referuat ju, që e kam shkruar para një viti, pra ka qenë një reagim i momentit kur shoh gjërat që po ballafaqohemi me gjërat të cilat nuk na bëjnë derë përballë vetës, jo se jo, por as përballë tjerëve, pra na ndikojnë negativisht në uljen e imazhit tonë, që ne kemi qenë u shndruam në një popull simpatik për botën perëndimore. Dhe tani, me sjelljen tonë të papërgjeshme, me shumë gabime që i bëjmë, domethënë kemi rrezik që ta rregjojmë atë simpati që e patëm fituar gjatë kohës luftës. Faleminderit shumë për këto shpjegime. Në 2018 e ke shkruar një poezi për atë dheun, që hel më pak të pish ti. Atë dhe, loti imi derdhur, loti ngrirë, dashuria ime shtrydhur, shpresa ime e vrarë, çdo kup helmi që më ka ofruar fati, e kam pirë me qetësi, më mdhe, që hel më pak të pije ti. Tani, si është të pish helmin atë dheut, e në fund të shohësh se atë dheun është duke u helmuar nga të tjerët. Tani, këtu kemi një mundësi, por unë nuk dua se zakonisht krijuesit, nuk është në natyrën e krijuesve që të i komentojnë në poezi. Jo, unë mora shkak nga poezia jote dhe po të pyes si është ta pish ti gjithat helm që e ke thënë figurativisht për atë dheun, por dikush tjetër po ta helmon atë dheun. Po. Ta pish kupën e helmit për atë dhe është diçka që të bën nerv, lartëson ty në aspektin si figurë morale, sepse kjo kuptohet shprehje figurative, sepse atë dheu dhe liria e tij janë mbi të gjitha, prandaj jo rastësisht edhe dëshmorët janë shtresa më e respektuar te secili popull. Pra, sepse ata flijojnë jetën, shkojnë përtej kupës së helmit, se këtu është më figurative kjo është, domethënë ata japin jetën, gjën më sublime të njeriut, e japin prandaj edhe janë shtresa më e respektuar. Prandaj, edhe ne të gjallë që kemi mbijetuar situatat e ndryshme, sidomos që kemi mbijetuar edhe luftën, domethënë secili prej nesh kemi pirë nga një pjesë, nga një kup, nga një sasi helmi na është ofruar, dhe dikush më shumë, dikush më pak. Tani, unë kam bërë një përgjithësim këtu, dhe nëse faktikisht nuk vazhdohet kjo linjë pastaj për të mbrojtur edhe në rrethonat lirisë, atë dheu ka rrezik të kthehet në këtë dhe, e humb kuptimin e atë dheut më. Ky dhe e humb kuptimin e atë dheut. Dhe unë uroj që ne pavarësisht deri në këtë stad ku kemi mri, uroj që mos shkasim atje që atë dheun ta shndrojmë në këtë dhe. Faleminderit shumë. Profesor Beraj, do të shohim tani një letë me një fotografi ku janë, tre persona. Kush janë këta dhe çfarë kuptimi kanë për ty dhe jetën tënde? Këta tre persona janë tre njerëzit që janë njerëzit më ndikim në formimin tim moral dhe njerëzor. Në mes është gjyshja, me anën e djathtë të saj, me plisë është babai im Bajrami, gjyshja me Remja, ka qenë nga Zatriqi, një fshat i komunës Ravecit, ndërsa në anën e majtë të saj është Jonuzi. Unë kam qenë fëmija i pari i prindërve të mi,
dhe unë jam rrit me gjyshen. Gjysha ka qenë e lindur në vitin 1916 dhe ka jetue, e mbante në mend rrëfimet e para për luftrat i kam dëgju prej saj, sepse thashtë që në kryengritjen e 1919 që ka qenë udhëhes Sadik Rama dhe Azem Bejta, kjo ka qenë në moshën 3 vjeqare dhe Zatriqi ka qenë fshati që është dëmtu më shumëti. 29 kanë qenë vrarë nga Zatriqi, nga fshati i saj, ajo i mbante në mend me Kaparana, me Tirqit Gjakosu, kur i ka pa 29 vrabë bashkë fshatarët saj. Si fëmi pra këtë Si fëmi 3 vjeqarë, po se i mi të regonte. Dhe gjyshja, domethënë, ka ndikuar në formimin tim të jashtëzakonshëm. Prej saj kam dëgjuar i prallat, si që dëgjojnë tjerët, dhe kam dëgjuar edhe legjendat e bukura, legjendën e zhvarrimit të motrës me 9 vllazën. Bile, unë do të shkruaj një herë, prej saj kam dëgjuar një variant shumë jashtëzakonisht origjinal që ka të bëj me tragjedin, po motërzim i tragjedisë Othello të Shakespeare-it, që është e thesarit tonë burimor. S'po e zgjas me te. Babaj im ka qenë i lindur në vitin 1936. Ky ka qenë nxënës në vitin 1949, mësues në fshatin tonë, ka qenë se shkolla në Dreros është hap me 1928, fillimisht në gjuhën serbe. Objekti shkollor është i ndërtuar me 1935, pastaj me 1941, unë kam gjetë dokumentacionin që është në arkivin e Shqipërisë, për herë të parë ka filluar arsimi në gjuhën shqipe. Mësues të parë kanë qenë nga Shqipëria, Pashknika ka qenë. Pas luftës, pastaj ka vazhduar një mësues, ka qenë që ka pas mësuesi më me autoritet në rrethin tonë, ndoshta deri në kohën tonë, ka qenë një ravecian, Ali Bajram Hasku, e babajem ka qenë nxënës i tij. Në vitin 1949 ata pas prishjes marrëdhënieve të Jugosllavisë me Shqipërinë e arrestojnë. Babaj duke shku, ozna e kanë arrestuar mësuesin, është kthyer, ka lanë shkollën aty, ka përfunduar, e ka pas peng që nuk është shkollu. Pastaj gjithë investimin për shkollim është merita e babajt. Pra, ai ka investu të... Po, pastaj gjithmonë atë mungesën e tij ka investu t'ja kompenzoj unë dhe unë jam përpjek që dikuj t'ja plotësoj këtë dëshirë, ndërsa xhaxhaj, të gjithë xhaxhallarët janë të mirë, po ky xhaxhaj im ka qenë i veçantë sepse ky ka pas një dashuri të jashtëzakonshme ndaj meje, një respekt jashtëzakonshëm. Babai im ka vdekur në vitin 2000, gjyshem ka vdekur në vitin masi ka fillu lufta, 1998 me 3 maj. Babai ka vdekur në janarit të vitit 2001, ka shku si pasojë e luftës, të rregullu shtëpinë që një ishte djeg, është rëzu, ka pas 3 unoza thyme. Xhaxhaj im ka vdekur në vitin 2007, kur unë isha në burg, domethënë. Xhaxhaj ka pas një dashuri të jashtëzakonshme për mua dhe ai po ashtu ka ndikuar në formimin tim moral për ta dashur familjen, rrethin, farefisin dhe shoqërinë përgjithësi. Si e kujton veten të vogël ti, në atë kohën e fillimeve në shkollë, për shembull, si nxënës që një farë mënyrë prindi e orientonte gjithsesi drejt arsimit për të kompensuar atë mungesën e vet asaj kohe? Po tani gjysha ka qenë gjithmonë e afërt me mua, sepse unë kam pas edhe një fat tjetër. Vllai i gjyshës ka qenë nga Zatriqi, ka qenë normalist, që ka mbaruar në vitin 1969, Cen Kastrati e ka mbaruar normalen në Prizren, dhe pastaj në 1970 është gjenerata e parë që na ka marrë neve, na ka shkollu. Dhe ky Cen Kastrati, këtu është mësuesi im i parë, vllai i gjyshës është, jeton ende në Gjakov. E këtu jemi në vitin 1972, jemi në klasë të dytë. Unë të gjithë këta shokët e klasës dhe shoqës i di me emër. I din? Po, i di. Ka nga ata që tani është hero. I di me emër të gjithë se cilin për tyne, se janë nga fshatrat Drenovs, Senovs, po Sasel, janë, pra, gjithë janë. Cili e ti këtu, më? Më gjenë? Jo, aty e me vlog. Po, unë jam aj me Reshti parë, lartë? Reshti parë, afër ati me atë majicën që është me vija. I parë, i dytë, i treti? Unë i 4 jam. I 4 ti je, do me thonë? Duart e lidhura që i kam. Me setër? Po, me setër. Dhe këmish? Kështu jam gjithmonë, kam qenë me kostumun. Qenë në familji.
Tani kur e sheh këtë fotografi, kur e shoh këtë fotografi, Cen Kastrati është nisëmtari i asaj pleadës më vonshme, gjithë tani po e quaj me një emër të përbashkët pedagogët e mi, nga klasa, nga mësuesi i parë, e deri sa kam përfunduar fakultetin në vitin 1988, pra janë disa, Cen Kastrati ka meritën se është mësuesi i parë imi, dhe ai ka pas një ndikim të jashtëzakonshëm, ka qenë shumë punëtor, sepse kemi dalë nga kjo klasë ka piktor, ka heroj, ka profesor të artit, edhe unë jam njëri, ka arsimtar këtu që kanë dalë, dhe pastaj shkollimin e mesëm e kam vazhdu në Ravec. Në Ravec po ashtu përveç Cen Kastratit në Drënës shkollë fillore, kam pas edhe një mësues nga fshati im, që më ka dhënë gjuhë shqipe në klasën e 5 dhe 6, ka qenë Feta Berisha dhe ai ka pas një impakt të jashtëzakonshëm, ka ndiku pozitivisht. Kur thua impakt, si ka ndiku këta? Ka ndiku me motivu për me mësu edhe për lexim. Dhe me urrit, edhe me qenë shumë i përkushtuar ndaj arsimit dhe shkollimit. Pastaj në Ravec, sepse ai Feta Berisha në ka dhënë mësim 2 vite, e kemi pas edhe kujdestar klase, pastaj ka ardhur në Prishtinë. Në Ravec pastaj kam pas profesor Shaqir Shalem, ka dhënë po ashtu gjuhë shqipe nga Rogova e Hasit. Ka qenë Muhamet Bugjovi nga Gjakova, një semestër më ka dhënë. Kam pas kujdestar klase Sokol Dinën, që për fat keq e kanë myt gjatë kohës luftës në luftën e Ravecit. Kam pas profesor Recep Kadirin, kujdestar të klasës, dhe zonjën e tij, Elmaze Kadirin. Profesoresha Elmaze ka dhënë edhe lëndën e kimisë edhe të biologjisë, dhe edhe profesoreshën gjatë luftës ka qenë motra e profesor Bardhyl Çavushit. Gjatë luftës e kanë vrarë në luftën e Ravecit në korrekt në 9. Në maj. Jo, në korrekt 98-ës. Apo në 3 maj, në 3 maj. 99 është gjatë sulmeve në 3 maj është. Po, e kanë vrarë gjatë luftës. Pastaj i kam vazhduar në vitin 1983, i kam regjistruar studimet në Fakultetin Filozofik të Universitetit Prishtinës, në degën e letërsisë dhe gjuhës shqipe. Një vit na çonin në shërbimin ushtrak kush regjistrohej, kështu që fakultetin e kam mbaruar në vitin 1988. Profesorët të cilët kanë pas ndikim të jashtëzakonshëm. Para se të shkojmë në fakultet, apo qëndrojmë akoma te këta profesorët dhe arsimtarët që kanë pas ndikim. Ku është ky mësuesi yt sot? Në Gjakov është. Në Gjakov. Po. E ke pasë fundmi? Po, jeton, është... E ke pasë fundmi, e ke taku? Po, shkoj unë herë mbasere, se unë e kam edhe daj babës. Vllai gjyshës është ky. Vllai gjyshës? Po. Prandaj e mban mend kaq shumë. Jo, i mbaj mend edhe tjerë, po. Tani ne kemi diçka. Unë po dush thash ti përmend edhe emrat të gjithë këta. Emër mbi emër i di, po bëhen shumë. Kemi diçka nga... Veç mund të përmend vetëm njërin që është hero, pjesëtari parë në zonën tonë pas Mensur Zyberajt, ka qenë Bedrush Gashi, është mrapa ai më i vogli mrapa arsimtarit Cen. Ai më i vogli, Bedrushi, është vrarë me 12 maj të vitit 1999, janë 2 vëllezër që janë vrarë. Feimi ka qenë inxhinieri, është vrarë me 27 maj në mes Fortesës edhe Xerxhes, të shku me marrë arme, i vetit 3 në janë vrarë, Feimi ka qenë inxhinier, edhe Bedrushi është vrarë pas një viti, 2 vëllezër pra të një familje. Kam diçka për ty. Hape. Edhe lexoje. I dashur Bedri, ndihem jashtëzakonisht i nderuar dhe krenar për sukseset dhe arritjet e tuaja jetësore. Qysh në hapat e tu të parë si nxënës, u dallua qartë vullneti dhe dashuria jote për dijen. Përkushtimi yt i vazhdueshëm dhe serioziteti në punë janë tregues të qartë të një rrugë të ndërtuar mbi disiplinë dhe këmbgulje. Jam i bindur se këto cilësi do të shoqërojnë edhe në sfidat e ardhshme dhe do të çojnë drejt rezultateve të qëndrueshme.
Suksesi i vërtet ndërtohet mbi punën e vazhdueshme dhe besimin në vetvete. Shkof mbar çdo hap që do të marrësh në të ardhmen. Me respekt, Cen Kastrati. Faleminderit shumë. Po, ja kjo fotografia. Faleminderit shumë. Pra, mësuesi i Pas parë. ka qenë me befasi, ma bone këtë. E po tash thamë të befasojmë edhe ne. Faleminderit shumë mësuesit Cen për këtë letër që ja ka dërguar nxënësit të tij që i ka dhënë mësim. Cili vit ka qenë? Keni në klasë parë? 70 klasa parë, 71. Imagjino do të janë bëhet gjithë ato vjet. Një shekull gati. Do të shohim tani një letë tjetër. Janë do fotografi, Po, s'ka problem, një fotografi nga pjesa ku jeni me uniformën e UÇK-s dhe një fotografi këtu pastaj e gjyshit tuaj. E babajt. Apo babajt, falë. Kjo është fotografia para shkollës sonë, se thash shkolla jonë ka qenë paralele ndare shkollës Isa Boletinit Raveci deri në vitin 1970. Atë vit që unë kam hyrë klasë të parë, është pavarësu shkolla jonë dhe prej atëhershit e bart emrin Shkolla Fillore Vllezrit Frash në Drenos. Po. Ky incizim pas fillimit të luftës Drenis dhe pas shtrirjes së saj edhe në regionin e Anadrinis, përkatësisht padrimës që i kanë thënë më përpara, Radio Televizioni Shqiptar ka ardhur dhe ka bën një incizim në për zonat e çliruara, një reportazh. Pra kohë lufte. Po, këtu është data 7-8 qershor vitit 1998. Po, e unë këtu jam duke ju fol ushtarët i kam përballë, sepse është një incizim. Unë këtu flas, ju kam fol për rëndësinë, tema e kam pas rëndësia e luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës për ndërkombëtarizimin e çështjes së Kosovës, përkatësisht çështjes shqiptare. Pra ushtarëve. Po, ushtarëve ju mbaj këtu dhe ajo ka qenë është një incizim. Unë kam mbaj një ligjerat këtu 5 minuta. E kam ligjeratën, po e kam gjetë mas 20 E ke gjetë? Po, e kam gjetë, gjallë e kam tash, edhe kam nxjerrë nga ajo. Këtu jemi, a ushtarët i kam përballë, janë dikun në rresht janë ata, unë ju flas këtu. Është pra qershori i vitit 1998. Si erdhi angazhimi yt në UÇK dhe si ishte që një intelektual të vendos ta marrë armën për të bërë pjesë e ushtrisë që po luftonte për çlirimin e vendit? Si e përjetove? Tani, unë, se diçka që kam thënë edhe në gjykat, lufta për mua nuk kam hyrë unë se mosha, as përgatitja shkollore, s'ka qenë diçka një aventurë. Për mua. Sepse unë kam qenë moshën 35 vjeçare. Dhe unë kam pas provimet e shkallës tretë, se pas 88-ës unë kam regjistru studimet postdiplomike dhe isha në prag të mbrojtjes temës magjistraturës, pra. Por, unë bëj pjesë në atë që në atë kategorit njerëzve, duke u bazua dhe në historinë e civilizimit botëror dhe të popujve të ndryshëm, që po thuaj në asnjë rast liria numrit të madh të popujve nuk u ka ardhur pa luftë. Këtë bindje ke? Po, e kam pas gjithmonë dhe kësaj forme, kësaj rezistence nuk duhet t'i shmangemi kurdo që vjen situata. Prandaj unë, duke qenë i preokupuar me fatet e atë dheut edhe të popullit të cilit i përkisja, unë asnjëherë luftën nuk e kam përjashtuar pra si instrument për të arritur lirinë. Tani se rreth luftës këtu është bërë debat i madh dhe ka pas edhe dilema. Tani ka pas, ka shtru dikush me qëllim të mirë, dikush edhe kishte edhe me qëllim të keq, jo e shtru. Tani luftrat janë fenomene shumë komplekse, të cilat e kanë përcjell njerëzimin duke fillu prej, nuk po shkoj më larg, po prej luftës Trojës e këtej. Po ka një fenomen që luftrat me zhvillimin e njerëzimit vinë e bën më pak të moralshme, më të pandershme bën. Sepse te lufta e Trojës kur e kemi kur Akili e vret Hektorin, ku shkon babai i tij, ja jep kufomën, thot bën ja nderimet dhe i jep
kohë për të varrës me abon dërimit për jamit mëritit të Trojës. Me kalimin e kohës, luftat bëhen shumë më tegra, që është e kundërta duhet më në shprehje. Për shembull, në luftën e dytë botërore, janë shpik dhomat e gazit. Dhe se u jam preokupuar edhe me këtë çështje, tani me që po hi pak, lufta e fundit e Jonja e ushtrisë shqiptare të Kosovës ka një të veçantë në gjithë këtë trajektore të luftrave, prej të luftës së Trojës që 3000 vjet e këtej. Cila është ajo? Sepse për herë të parë edhe të vdekurit nxirren nga varret. Gjermanët i kanë myt ose i kanë karbonizuar në dhomat e gazit, po i kanë lënë aty. Këtu të ka vra, e ke varros, e nxjerr, e çon 500 kilometra larg. Domethënë, ky është fenomeni më i veçantë që karakterizon luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës, përkatësisht luftën e Kosovës, që nuk është njohur përpara. Kërkush s'ka ndodhur me nxjerr eshnat prej vendit vet, e me quë në një vend tjetër. Se pyetjen e kisha më personale, kështu për ju, dhe më thënë, si e përjetove. Unë, do më thënë, Mensur Zybera ka qenë pjesëtar i parë, ne kemi qenë edhe Kushërin, a ishte pak më i ri se unë, ka qenë 2 vjet pas meje, por a ishte në Prishtinë, në atë kohë studime kanë qenë me Fehimin e me tjertë, dhe Mensuri, ne kemi pas shoqërit përhershme dhe natyrisht atë bërthamën e parë është merit e tij që ka kriju, dhe pastaj ne, kur ka fillu lufta në Drenicë, unë jam frigu gjithmonë që mos po ndodh fenomeni vitit 1919, mos e zakonisht kur ndodhin këto raste, këto përpiqet shteti e pushteti, cili do qoftaj, me izolu. Ta izoloj dhe ta... Ta izoloj, kur e izolon, pastaj e shuna. Apo kupton, kështu që ne ninim obligim, sepse unë e kisha edhe një përgatitje atëherë, unë ninim një obligim që ta zgjerojmë sa më shumë, ta shtrim, kështu që ja dalëm me sukses, dhe kjo është bërë arsyeja prapë, pastaj që ka ardhur. Edhe një pyetje, cila është pamja apo cili është momenti që nga gjithçka që ke përjetuar në luftë nuk e harron kurrë? Janë 2 momente nuk e harroj kurrë. Njëherë kur ishim se ne kemi dalë në skenë me 26 prill vitit 1998, një muaj pas Glogjanit, lokaliteti 3 kemi qenë. Por një periudhë sa kam qenë në ilegalitet që punonim, angazhoheshim, momenti më i lumtur që ka qenë për mua edhe ka qenë befasues kështu, ne kemi furnizuar me armë në Drenicë, me kamion. Edhe kur kemi për herë të parë, kur ka ardhur kamioni nga kufiri i Shqipërisë, se ne ishim në pritje, ata që shkuan, domethënë kishte disa nga njësit i ynë, ishim në Mensurin, në Bedrushin të i prit, kur na kanë lajmëruar me radiolidhje që për 15 minuta vinin në shatonin ata mrin këta. Atëherë unë kam bërë një pyetje vetes si është e mundur një popull që s'kishim guxim me bajt një revole pa leje. Bajmë armë me kamion. Kjo ka qenë momenti më i gëzueshëm për mua. Që e mban mend gjithmonë. Po. Momenti më drejtërues ka qenë kur e vra Fehim Gashi për parim Thaqi dhe Sakip Bellaqa, 3 që në ranë prit, sepse ata i kishin pas, unë jam marrë me kufomat e tyre, se ishte goditja e parë që dhe paramendojni se kur e kutoj, më kapin emocione, kur ja kish këput dorën me automatik, se kanë gjuhë shumë, vetura është aty, mund të shkojnë, vizitorët të shojnë mes atje kur është. A ka qenë momenti më i rëndë, gjë që pastaj kur është shlirua Kosova, nuk e kam pas atë gëzimin e asaj ditës parë kur kemi bajt armën. Herën e parë, se tani dikur banë rutinë ato, sepse tani na u vranë shokët, gjitha ato djegje, shkatrime, nuk ishte gëzime. Do më thënë, kur është shlirua Kosova, unë nuk kam ndinaj emocion të gëzimit shumë, kështu të theksuar. Duke pas brengën e... Po, sigurisht se kishim familjar, kur e ke familjarin aty, a i ka shkue, nuk më duke i njerëzore me manifestu një entuziazm, gëzime dhe hareja të i mos ashtu. Ata po, pas tyre ne, atyre u takon, pas tyre ne, sepse unë në familjet më ushë s'kisha as këtë vram. Prandaj, duhet me qenë njerëzor njeri u pak. Faleminderit shumë. Fotografia e babës tuaj? Aty është baba im në një kant të bibliotekës sime personale. Unë e kam përzjedh këtë fotografi, sepse ne
për kohën e luftës, kemi ngrit me drejt shqetësimin për ato vrasje, shkatrime, djegje që janë bo, por ka mbet në hije një fenomen dhe duhet ta vejnë pak, një fenomen. Unë kam pas një bibliotek diku 2000 e sa tituj, sepse gjithë investimin që kanë pas bo edhe prind, edhe unë kam marrë në Prishtinë, kjo duket pak ndoshta për kohën tonë nuk të këllën, unë kam marrë në Prishtinë, i kam rru vetëm parat për autobus, buks kam hangër, kam ble një libër. Dhe kam pas 2000 tituj libra. Unë kam pas revistat, Gjurmima Lebrënëgjike 3 serit që i ka, folklor, histori edhe filologjis, i kam pas prej numrit parë, 1969, komplet, gjitha. Kam pas revistën Fjala prej vitit 1980, kur kam shku në Raves, 78, 79, 80, deri të numri fundi komplet i kam pas, të gjitha këto më janë ndjek. Dhe, dhe më thënë, për shkak të përqendrimit vëmendjes tonë të vrasjet e njerëzve, shkatrimet, sepse kemi janë dhe personat pa gjetur, kam mbet disi në nhije pa u theksue se këtu ka ndodhur dhe fenomeni kulturocidit. Po sa librat janë ndjek në krejt Kosovën si puna ime kështu. Ska askush nuk kemi mbledh një për shumë biblioteka personalisht. Bibliotekat personale të gjitha në përfshata që kanë qenë në zonat e luftës, gjitha janë ndjek. Që po të bëjmë një evidencë kur shëdim sa mi titoj librash edhe vlimesh dalë. Miliona janë. Bedri, faleminderit shumë për këto rrëfimet. Prandaj këtë e mora për këtë arsye e kam. Faleminderit shumë, do ta bëjmë një shkëputje publicitare dhe kthehemi në pjesën e dytë.
Jemi kthyer në studio. Falenderoj tani IPCO. IPCO ka lansuar ofertën promocionale për pakot roaming me 50% zbritje. Pa QR kod, pa SIM kartel, shumë thjesht. Vetëm me një kod përdoruesit mund të aktivizojnë pakon e dëshiruar roaming dhe të lidhen me internet në Kosovë, rajon Evropë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ma lehtë, më lirë se kur më parë. Këto pako ofrojnë aktivizimin e pakove me njëherë përmes kodit të shkurtër ose aplikacionit Ma IPCO. Mbulim pa SIM kartela shtesë, pa QR kod. Tani edhe me super çmime dhe fleksibilitet sipas nevojave të udhëtimit. Pakot janë promocionale me zbritje 50% dhe ju merrni 3 GB për vetëm €2.99 ose 5 GB për €4.99. Faleminderit shumë IPCO. Një falenderim i veçantë gjithmonë për ujin rrugove që me freskinë dhe cilësinë e tij na shoqëron në çdo moment të ditës. Uji është burimi i jetës dhe thelbësor për shëndetin tonë të përditshëm, ndaj kujdesi për cilësinë e tij është kujdes për vetë jetën. E pifshi për shnet. Faleminderit shumë uji rrugove. Falenderojmë edhe pijet natyral 100% përgatitura nga frutat më të zgjedhura dhe pa sheqer të shtuar, të cilat sjellin freski natyrale dhe energji të shëndetshme në çdo moment të ditës. Janë të pasura me vlera ushqyese, prandaj këto pije janë një zgjedhje e natyrshme që kontribon në mirëqenien dhe balancën e trupit ton për çdo ditë. Faleminderit shumë Natyral 100%, faleminderit sponsorëve të emisionit. Jemi bashkë me Bedri Zyberaj në studio për të vazhduar bisedët dhe do ta vazhdojmë me një video tashmë. Kemi edhe një surprizë tjetër për ju. Shëndetje gjysh, e do shëndjes. Nëse duhet të themi diçka që ne mendojmë nuk ta themi aq shpesh sa duhet. Faleminderit. Faleminderit për momentet që i kemi së bashku, buzëqeshjet dhe për qafimet. Faleminderit që jeni gjithmonë pranë nesh. Faleminderit për dashurinë tënde. Ne i duam shumë tregimet e tua, mënyrën se si ti na bëson tek nesh dhe po ashtu edhe buzëqeshjen tënde ta duajmë. Ne një ditë do të rritëm dhe kujtimet me ty do t'i mojmë në zemër. Të duam shëndjes. Ne jemi shumë krenor për ty. Prej Spanjës, kur gjetë më burë. Berti, Brena, Beni dhe Arini më i vogli. Breti është... Ti rrëfimin e nise me gjyshën dhe ato që ti ka rrëfy gjyshja. Po tani ti e gjyshi. Po, unë jam gjyshi, ndërsa ajo është gjyshja. Breti janë të djalit 3, Brena edhe Beni, janë të Jetlirit. Breti e ka emrin e babait, se Jetliri është Bajram Zyberaj i riu. Breti, po një emër e kemi në traditën që e kanë pas arbreshët e Italisë, e kemi përtëni këtë emër. Me lanë vetëm Bajram Zyberaj i riu, na duke i pak, e kemi gjithë edhe se shkurt me thirë Breti, pa që praktike, dhe më hënë, a e ka emrin e babait tim, Breti. Ndërsa Arini është në i vajzës, është në Spanjë. Si të regon ti këto rëfimet, se tha na pëlqen rëfimet tua, qëfar ju të regon një për? Ju të regoj, qarë bëjmë kureshtar nga njerë ata, po ju të regoj prallat vjetra nga njerë, kur kanë durim me ndëgju ato. Unë përpiqem t'i edukoj, sepse segmenti pak kam edhe në shkollë më duket sidomos edhe e kanë abstrahue se shkolla është institucion edukative arsimor. Pjesës edukative, po më duket nuk i kushtojnë, kam përshtypje, kështu nuk i kushtojnë rëndësi shumë, se llogarisim kështu. Edhe ka pak unë më tepër i kushtoj rëndësi edukimit të tyre. Tani kohëve të fundit ne po ballafaqohemi edhe secili prej nesh. Ma merr mendja që edhe ju ballafaqoheni me atë problem, fëmijët kanë fillu, kanë varësi.
Nga teknologjia. Po, që është e dëmshme për shëndetin e tyre, si për shëndetin fizik, ashtu edhe për atë mendor, sepse nuk është në gjendje të socializohet me dalë. Nuk është që gjyshrit ja lënë mangut këtë farë pute. Po, pikërisht se përshojnë e po bëjnë ata. Kemi një foto, këtu ka nisë, do me Pak thonë. më lirike është. Pak ma lirike, jo pak ma, po shumë lirike. Rushi bardh, I Rahavecit. i Rahavecit. Rahavecit. A Rahavec? Unë Rahaveci thëmë, Pse? sepse oja është ndikim prej serbishtës. E keni në këngën e Halil Hamzës që... A Rahavec është e ma? Rahavec, e thonë se edhe standardi thotë, duhet me shkru që shqiptojnë banorët autoktonë. Për para i kemi thënë Rahavec. Okej, ju. O Rahovac, sërbë, ti kanë thënë, kjo oja është e serbishtës. është bo o Rahovac. Dhe të vjetrit edhe keni në folklor, kur kënohet kënga Halil Hamzës, qoftë Qamili Vogël, qoftë rapsodet Sali Bajrami me Fejriz Krasniqin, ata thojnë Rahavec do na me hi, jo në Rahovec. Në Rahavec e kem konakun. Tani kjo foto është bë diku në vitin Jo, foto është e vitit 87. 80, po, në shtator të vitit 1987, në stinën e vjeshtës, sepse në nëntor të 86-ës unë jam martu me zonin që i kam tani, me gjyshën e këtyre niprëve. Pra, me Nagjien, që është punojse e Bibliotekës Kombëtare të Kosovës, punon që 20 e sa vite, punon aty. Jemi në vreshtat tona, se ne Rahavecianët nuk bëjmë do të pa vreshtë. Tani pa e provu nusja rushin se di ma u pjek ajo, ha? Jo, A u po gati me pjek pas taj... sigurisht, po. është pak për t'i dhanë, pak edhe për të bërë një thyrje, kështu se ne veriorët jemi në raport me jugorët, ka njerë ma e pek në duket, tipa luftaraka di, po kemi edhe ne lirizëm. Edhe ne lirizëm. Ashtë ma tepër kur je në Rahavec, kur prej rushit prodhohet vera dhe rakia. Tani nja, 20 vjetë pas kësaj fotografie ti e shkru një poezi në burg. Po. E dashur, orën diku ma kanë vrarë, vetmia s'ka më frikë. E dashur eja shpëtom nga ankthi, shpirtin nga angështia shpëtoma, jetën të mos ma vras vetmia. Po, kjo është një poezi që kam shkruar në burg, dihet njeriu se kur e kam shkruar këtë poezi, unë kam qenë në qeli i vetëm. Është e vitit 2007, pra. Se për informimin tuaj, unë prej vitit 2000, si që e thanë edhe në fjallin në hyrëse, kam qenë bi 5 vjetë në burg për krime lufte, dhe më hënë u Miku dhe u Leksi, jam gjyku. Edhe me sfidu vetëmin, nga njëherë e merja lapsin, kështu me shkru, kam disa poezit, të cilat janë përfshinë në përmbledhjen e botuar në vitin 2018, Vdekje më të mirës nuk dua, me titull kështu. Shtëpia botuese Armagedoni që ka botuar një përmbledhjen. Si ishte për ty të arrestoheshe, burgoseshe në liri tashmë? Është pak e rëndë, por me gjithate, unë jam përpjek të përballoj, mua më ka ndihmu, unë kam lexuar shumë, edhe në burg kam lexuar shumë. Ka ndihmu leximi? Po, leximi e para e punës, e dyta, thash unë, lufta është fenomen kompleks. Dhe kur bisedoja me ca djemë që ishin edhe matrisë, por ne të pafajshëm, shikoj i thashna, pse ata që janë vra kanë qenë të fajshëm? Edhe kjo është pjesë e luftës. Lufta dikush vritet, dikush plagoset, dikush zinjet robë, i ka tëna format, po dikush edhe arrestohet pas përfundimit saj. Më thënë ishte vazhdimi i luftës. Po, është vazhdimi i luftës. Kështu e përjetove. Po, kështu, edhe unë... Ndihmonte ta përballoj më lehtë? Me zemër gjerësi, do më thënë, ma lehtë e përballojshë, sigurisht. Se s'mundesh... Ama nuk është që s'ka ndikuar të këti tek personaliteti ytë. Sepse është një reflektim. Unë ndoshta vetmin gjën bioritmin pak më ka ndryshu për arsye se para se të më arrestonin, unë kam dalë edhe në mbrëmje, kam lëviz nga Prishtina në Tiranë, kur ishte rruga e vjetër atëherë, se tash shkon për 3 ora, apo kupton, niseshim me shok në ora 4, e pas burgut, kur hynë banes, bon tani
pritoj pak, më ka bot Demel, pritoj medalë, sepse kur në mbyllej dera në ora 7, mos ka medalë atje, këtu kanë diku, në pjesën tjetër nuk Kjo është një mënyrë me këshyrë pozitivisht edhe Burgun, që të ka qetësu një mënyrë. Edhe, po, u kam thënë edhe shokëve që vinin për të me vizituar, cilët duhet t'i falenderoj, po shfrytëzoj rastin, dhe në mesin atyre që kanë ardhur për të me vizituar në Burg, ka qenë edhe profesor Qosja së bashku me Agim Vincen, të cilët t'i falenderoj, sepse unë kam qenë student i tyre, dhe më thonë. Edhe, ju thesha, Burgu është 2 vjetë gjithë se cilit ja kështë dhanë. Inshallah. Po, përbes, bile njerën më tha, edhe mua thash, po unë për vetën, a përmi 2 vjetë tani është tepër, apo kupton, është sikur përpara që kanë qenë shërbimi ushtrak. Është shumë e nevojshme, është një shkollë më vete. Ja, s'po pajtohem, këtu s'ka nevoj njeri me shku në Burg për me i marrë do mësime që t'jetë jeta. Po jo me bo veprën për me shku. Edhe një fotografit fundit, duat shkurt ma komentoni, jeni bashk me Dem Demaçin dhe Recep Qosin tashmë. Jo, fotografi është e vitit 2014, duhet jetë muaj shtator. S'ka lidhje, është në bibliotekën kombëtare ku ju keni qenë si drejtor. Drejtor, jo si drejtor, por kam qenë drejtor për një me. Se ne e përdorin, kom punu si arsimtar, unë s'kom punu si arsimtar, unë kom qenë arsimtar për një me. Këtu jemi me profesor Qosin edhe me simbolin e rezistencës sonë, zotin Demaçi, për cilët kam pas respekt të veçantë edhe konsideratat veçanta, vepra e cilëve ka qenë për mua edhe udhërrefyes, qoftë për aspektin profesional, për përgatitje profesionale, sidomos ajo e profesor Qosjes, po qoftë për interesin e përgjithshëm kombëtar, është jeta dhe vepra e Demaçit ka qenë udhërrefim, dhe unë jam në një mirë që kam jetu në kohën e tyre. Shqiptarë duhet të bëjnë, kur është në pyetje Demaçi, i thojnë Mandela i Evropës, disa herë reagoj. Demaçi është Demaçi i Evropës, Mandela është Demaçi i Afrikës, sepse Mandela ka bo një vit Burg ma pak se Demaçi. E na për të arrit, ky që ka Burg ma shumë, themi ky në sukur ky. Apo kuptoni? Tash në kuptimin e asaj si imazh botëror, prandaj ne kemi dëshirë me na njoftë tjetër. Faleminderit shumë që ishe sonte në libero dhe gjithçka që edhe një gjë duhet të shpreh konsideratën time edhe për profesorët se mbeta për ata në fakultet, se unë kam pas profesor edhe Latif Berishën, Fadil Sulejmanin, Mahmud Hysen, profesor Vincen, domethënë gjithë këta më kanë ndihmuar jashtëzakonisht shumë në përgatitjen time profesionale, dhe po ashtu profesor Latif Berishën e vra në vitin 1999, dhe unë shpreh konsideratën time dhe keqardhjen dhe mbjen për fatin edhe të profesoreshës edhe të profesoreshës shkollët mesme, Elmazi Kadirit, Sokoldinës profesorit që e kanë vra, dhe profesor Latif Berishës. Nëse më duket që jemi në fund. Jo, jemi krejtësisht në fund. Po, unë dua ta mbyll këte me një poezi për nënën, me një poezi timën, po. Nëna, çdo ditë në orë të ndryshme të gjithë dalim nga banesa. Kush më herët e kush pak më vonë. 2-3 nisen për punë vrap, 2-3 për qerë dhe më nga dalë, 2-3 tjerë për të atakuar ndonjë mik a shok në ndonjë lokal, për të mbytur bashkërisht mërzine për ditëshme të jetës në kryeqytet me ndonjë shishe, birë, peje, a me gotë vere të ravecit. Qoftë edhe me tymë cigare e slims. Vetëm nëna ngelet mbranda, ngrohet me kujtimet e jetës me baban tim që nuk është ma. Ngrohet me shqetësimet tona që kur nuk i pushuan. Nga njerë më duket se dikush rri aty brenda me të, bisedon me të, për vete, për ne, për të tjerët. Vetëm me vetmin që i qanë halët, nëna e djegur nga zjarri dëshirave më të mira, e kërrusur nga pesha e mendimeve të kopshme për mua, kur më ka largë, nëna,
armiqja ime e dashur. Faleminderit shumë. Faleminderit zotri Bedri Zyberaj që ishe sot pjesë e emisionit. Edhe unë ju falenderoj për ftesën dhe uroj gjithë mirët juve dhe gjithë teleshikuesve që patën rast në përcjelljen. Përcjellim me një duar trokitje. Faleminderit shumë.